Përshëndetje. Takojmë me trajnerin kampion tetëror për të bërë intervistë në radhës në prag të ndeshjes Egnatia Mbyli, që do të zhvillohet nesër në orën 16:00 në Arena Egnatia. Ishte një javë që u kondicionua nga zhvillimi i ndeshjes së ekipit kombëtar shqiptar, të cilit urojmë suksese me ndeshjen e play-offit me Polonin. Për më shumë, profesor Petrova është një Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ka shfrytzuar skuadra periudhën 2 javore të shkëputjes nga kampionati dhe çfarë përfitimesh ka sjellë kjo pauzë? Sigurisht që kjo javë ka sjell përfitimet e veta, sepse çdo pushim shërben për mirë. Mendoj që na ka ndikuar mirë sepse lojtarët e ri që janë në skuadër, sigurisht ngjeshën akoma më shumë me grupin për të qenë manovër gjatë lojës. Se ka shumë afrime drejt zonës, por pa gola. Ju shqetëson dhe çfarë keni ndryshuar në qasjen ofensive të skuadrës? Atëherë kemi në qasje po themi kemi punuar përpara portës, çdo ushtrim pothuajse e kemi lidhur me portën. Shqetësim është kur ekipi nuk shkon përpara portës, por sigurisht që edhe ky është një ngërç që ne duhet ta zgjidhim. Çfarë element kërkojnë ende përmirësim apo vendosje? Mendoj që manovra dhe shpejtësia e veprimit në pasim. A mendoni se afrimet e reja kanë ende nevojë për kohë për të përshtatur plotësisht me ritmin dhe filozofinë tuaj? Normalisht që ka lojtarë që janë akoma mbrapa tek kjo pjesë, sigurisht kemi punu, sigurisht që po shohim gjëra të mira ditë pas dite, por shpresoj që të arrijmë sa më shpejt me grupin. A është gjendja fizike e ekipit në parametrat e duhur për të përballuar sfidat e ngjeshura të radhës? Sigurisht që po, sepse ne kemi një grupim lojtarësh që mund ta përballojnë shumë mirë, po themi edhe rotacionin gjatë këtyre ndeshjeve të ngjeshura. Pas kësaj sfide nisin javë të ngjeshura me shumë ndeshje. Si është planifikuar menaxhimi i ngarkesave dhe rotacioni? Siç po shikoni, unë po bëj rotacion çdo ndeshje, sepse në janar, siç e dim, normalisht që ndeshjet ngjeshen akoma më shumë dhe mendoj që të jemi gati për këtë. A ekziston ndonjë presion i veçantë për këtë ndeshje apo skuadra është e fokusuar vetëm tek objektivat sportive? Jo, s'besoj që të ketë presion, sigurisht pjesa është tek, po themi, fokusi është tek Egnatia, tek loja jonë. Mendoj që ne duhet kryejmë detyrat dhe shkojmë drejt portës kundërshtarit me ide. Sa të rëndësishme janë pikët e kësaj sfide për të nisur kthesjen e rezultatit dhe për të hyrë në një ritëm pozitiv? Atëherë ne vim mas 9 rezultateve pozitive dhe 1 negativ, normalisht që jemi në një rrugë të mirë, por sigurisht që objektivi i vetëm janë 3 pikët. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.